Vëllezër dhe motra, Zoti në profecin e tij të shenjtë më thoshte se ai do të bekonte dhe do të jepte triumfin dhe fitoren atij personi të dashur për mua, për të cilin i lutesha kaq shumë. Vëllezër, babain tim para 2 vitesh e diagnostifikuan me një kancer të palcës kurrizore. Ishte një proces shumë i vështirë, por ashtu si pastori na përmendi sot, durimi, besimi ishin gjithmonë aty. Dhe pavarësisht se kishte momente paksa të trishta, Zoti ishte shumë i mëshirshëm. Zoti gjithashtu më thoshte se ai do t'i lejonte atij të ishte pjesë e një feste shpirtërore, dhe kështu ndodhi, vëllezër dhe motra, armiku donte t'ia merrte atë bekim, por për lavdi dhe nder të Zotit, ai mundi të ishte pjesë e studimit biblik me motrën Maria Luisa më 31 gusht. Dhe pas disa ditësh ai shkoi te hematologu dhe për lavdi dhe nder të Zotit, hematologu i tha se gjithçka ishte nën kontroll dhe se do ta nxjerrnin nga spitali. E thirrën për t'i rënë kambanës, kjo si shenjë përfundimi të trajtimit të kimioterapive. Dhe kjo ndodhi sot, vëllezër dhe motra, dhe unë jap lavdin dhe nderin Atit tim qellor. Vëllezër dhe motra, kur unë beta shtatzan me vajzën time, Zoti në profeci më thoshte të mos shqetësohesha se ai do të konfuzonte mjekët dhe se kur diagnozat të ishin të këqija dhe kur unë të shija gjithçka të kundërt, të besoja se ai kishte fjalën e fundit. Vajza ime kur lindi kishte mekonium dhe në klinik më thanë se ajo ishte e vdekur në barkun tim. Më transferuan në spital, u vonuan afërsisht 12 orë për të më transferuar sepse nuk kishte kirurg dhe kur arrita në klinikën tjetër, bën ndërhyrjen që ishte me prerje cezariane dhe në atë moment vajza ime lindi e gjallë dhe të gjithë mjekët u habitën. Por Zoti vazhdonte të më thoshte në profeci se ai do të konfuzonte mjekët dhe kështu kaluan muajt dhe ndërsa vajza ime rritej, filloi të kishte disa vonesa në zhvillimin fizik. E çuam te mjeku dhe pas shumë ekzaminimesh zbuluan se kishte një keqformim në gjysmën e djathtë të trurit dhe diagnostifikuan me hemiplegji. Më thoshin se ajo nuk do të mund të ecte, se do të kishte vonesa në lëvizshmëri, në të mësuar, në pjesën kognitive dhe se do t'i prekej edhe pjesa e të folurit, se do të kishte kriza të vazhdueshme. Në atë moment, ajo nuk kishte asnjë lloj krize, por kishte një vonesë në pjesën e të lëvizurit. E shtruan në spital për të parë çështjen e krizave dhe ajo kurrë nuk pati konvulsione. Mjekët më thoshin se me kalimin e kohës, lëvizjet e saj do të ishin më të pakta, por me kalimin e kohës ndodhte e kundërta. Ajo filloi të zhvillohej më mirë, filloi të fliste dhe kur ajo fliste, askush nuk e ndalonte. Aftësitë e saj intelektuale nuk u prekën, ndronim mjekët sepse sigurimi shëndetësor i ndronte dhe mjekët thoshin se ishte e pamundur që ajo të kishte atë diagnozë. I bën përsëri kontrollet dhe keqformimi shfaqej sërish në gjysmën e djathtë të trurit. Ajo u rrit dhe sot është e martuar, ka familjen e saj. Zoti më tha gjithashtu se ajo u lind për t'i shërbyer atij dhe Zoti i dha frymën e tij të shenjtë në një moshë të vogël dhe sot ajo është një person normal. Këtë e dëshmoj për lavdin e Zotit.